kënaqësinë që të jep festa e Bajramit nuk të jep asnjë festë tjetër. Nuk është fest vetëm që po përfundon Ramazani, sepse sigurisht ky muaj i sakrificës në fond po shpërblesh me ushqime, me gjithçka, është një farë shpërblimi, këtë në rregull. Por përveç kësajna, është shumë e rëndësishme kënaqësinë që e përjeton secili njeri, edhe agjëruesi edhe jo agjëruesi. Edhe ai ndoshta që nuk është që i duket diçka e madhe festa e Bajramit, kreti përjetojnë. A ke pa ditë vetë zakonshme, përshëndetesh me dikon, ndoshta nuk mundesh asnjë buzëqeshje më të vogël me ia dha dikujt. Ndërsa gjatë Bajramit, kur thu për haj Bajrami dikujt, e shes secilin të buzëqesh. Edhe kjo është një lidhje që na afron njerëzve, na afron familjarëve. Gjatë vitit, gjatë ditëve tjera, nuk kena kohë mi kushtu njerëzve më të afërt, nuk shihemi shumë rrallë, flasim shumë rrallë, ndërsa Bajrami është ai që na bashkon krejtve. Ndoshta edhe kurse ki heq shkohen, ti ki me shkua ditë me taku dikën, mi tha për haj Bajrami, me pa dikën sy, me i buzëqesh dikujna. Kjo pra nuk do thotë që na vetëm hajna ëmbëlsira ditë, vetëm i kemi një festë zakonshme, po Bajrami është ai që i bashkon familjet.